Turqia njoftoi se një sistem mbrojtës ajror Patriot po përgatitet për gatishmëri operacionale në Turqinë Lindore, si pjesë e përpjekjeve të koordinuara me NATO-n për të ndihmuar në mbrojtjen e hapësirës ajrore të vendit mes tensioneve të vazhdueshme rajonale, raporton agjencia Anadolu. Në një deklarat, Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare tha se për shkak të zhvillimeve të fundit rajonale, forcat e armatosura turke mbeten plotësisht të përkushtuara për të siguruar vendin dhe qytetarët. Përveç masave kombëtare që kemi zbatuar, NATO ka përmirësuar masat e mbrojtjes ajrore dhe raketore. Si pjesë e këtij kuadri, një sistem Patriot është aktualisht në Malatia dhe po përgatitet për gatishmëri operacionale për të mbështetur mbrojtjen e hapësirës sonë ajrore, bën të ditur Ministria Turke e Mbrojtjes. Njoftimi i Turqisë për aktivizimin e sistemit mbrojtës raketor erdhi pas shkatrimit të 2 raketave iraniane që ishin nisur drejt Turqisë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Pezeshkian për të diskutuar zhvillimet e fundit rajonale. Erdogan i tha presidentit Pezeshkian se shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë nuk mund të arsyetohet për asnjë arsye dhe se Turqia do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme. Duke thirrur ambasadorin e Iranit, Ministria e Jashtme e Turqisë përcolli protestën lidhur me raketën e dytë balistike të lëshuar nga Irani, që u shkatrua nga mbrojtja ajrore e NATO-s në hapësirën ajrore turke.